Kur godet sprova janë dy çështje të ndara. Sprova që të godit dhe reagimi jot që e ke bën sprovë. Apo sprova që e ka godit njeriu, veç si goditja, a shpëlet njëri? Jo, s'është punë e tina. Njëri shpëlet për punë vet. Kush e ka qenë këtë sprovë? Allahu Azza wa Jall. Ndë veç se e godit nuk shpëblesh, e as nuk dënohesh. Po e që e përcakton, dhe më thonë, orientimin e sprovës, ka shpëblimi ose ka dënimi, është reagimi njërit apo. E reagimi njërit mund ta përcakton si sprovë, që mund të jetë sherr për ta, e mund të jetë hajër për ta. Sprova në esencë është hajër, nga se nga Allah vjen veç hajri. I po njëri pastaj jep orientimin e hajrit, duke përfituar nga hajri ose fatkeqësisht jep orientimin e sherrit. E në sprovë mund të fitu shumë gjë në smundje të ndëllër. E smundja nuk është e lehtë. Për shembull, të ndërrojë vëllezër. Smundja mas pari ja çrregullon njerit gjendjen dhe disponimin atë. Për shembull, ka dhimbje, humb disponimi, pastaj ja çrregullon jetën. Nuk ka mundësi më shumë aktivitete, bëkia edhe mbyllën në shtëpi, kufizohet në lëvizje. S'është veç një sprovë, po është një sprovë që sjell me 10 sprova tjera atë. Për këtë arsye edhe ka shpërblim i madh për atë që bën sabër në smundje. Madje ka thonë pejgamberi alayhi salatu në ditë tjetër se kur e shohin njerëz ditën e gjykimit, çfarë shpërblimi Allahu jep të sprovuarve me smundje që kanë bërë sabër, do të kishin dëshirë që të rrigjëshin zvarr në dunja me marrë se vapa. Por zvarr me njek, me ngrej, për komsh, që ashtu me fytyrë, me përplas për tokë, e bën kabull për çast sevap që kanë me marrë njerëz e sprovuar nga smundja ditën e gjykimit. Andaj njëri nuk bën me kërku smundje, na do me kërku shërim, na do me kërku shëndet, kjo është esenca. Por ndodh sprovosh me smundje ndryshme. Sabri dhe shpresa në shpërblim janë me të vërtet një mundësi e madhe me ngrit në këto drejgje, sikur të thash, drejgjet e shahidit.